Një takim i veçantë i rrugtimi drejt 11 majit për kandidatin e Partisë Socialiste Vullnet Sinaj ishte ai i organizuar me banorët e rajonit 1, ku kandidati u prit me entuziazëm nga qytetarë të të gjitha moshave, veçanërisht nga të rinjt dhe gratë. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe përfshirëse, ku kandidati Sinaj tregoi se përvoja në biznes e ka mësuar të respektojë dhe mbështes punojësit dhe se vota e çdo individi është një përgjegjësi që do të kthehet në punë konkrete. Sinaj kërkoi mbështetjen e qytetarëve, duke theksuar se vota për të është një kontratë për bashkëpunim. Në politikë jura si ushtarak edhe si biznesmen. Si ushtarak jam i disiplinuar, e marr detyrën edhe më duket detyra dhe do ta çojmë deri në fund detyrën. Si biznesmen duhet që të zgjidh problemin. Kam vendosur që zyrën time me jurist ta shtoj të paktën me një jurist për bashkitë e vogla dhe diçka më shumë për vlorën. Me shpenzimet e mia e kam marrë përsipër këtë gjë dhe duke qenë ish ushtarak dhe ish një biznesmen ambicioz, dua që ta çoj deri në fund kontratën me qytetarët. Dhe sot ju jeni këtu që unë t'ju them vota juaj është peshë për mua, ngarkesë për mua. Unë do ta shkarkoj nga shpatullat e mia çdo ditë duke bërë nga një punë në çdo zonë ku jeni. Kam qenë në gjendje deri sot t'i përgjigjem çdo telefonate të banorëve të zonës, të shkoj ku ata kanë problemet. Mendoj që do jem në gjendje të shkoj në zonat ku ka probleme për të parë problemet. Për telefonata do mundohem, megjithëse qarku është shumë i madh, do mundohem që të ndërtoj një sistem që gjithë secili t'i kthej një përgjigje. Jam në një listë të hapur si deputet. Tek fleta e votimit numri 5 është Partia Socialiste, i parafundit në listë jam unë me emrin tim Vullnet Sinaj. Unë kam nevojë për votën tuaj, sepse derisa i kam hyrë kësaj pune, dua që në parlament, kur të shkoj atje, të shkoj me votën popullore dhe atë karrigen time kur tulem atje, do ta kem karrigen e popullit. Për Partinë Socialiste, që unë kandidoj, është partia më progresiste që ka vendi, ka një drejtues të saj Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, një njeri që unë nuk kam parë në jetën time deri sot mbaja veten time për më punëtorin, po ai është më punëtor se unë. Në programin e saj, Partia Socialiste ka vendosur në qendër të programit vet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një moment historik ku për këta të rinj që kam unë këtu përpara, është një rrugë e hapur si për studimet, që s'kan nevojë më të kërkojnë se në çfarë universiteti do vënë, por mund të të regjistrohen brenda kritereve si çdo qytetar evropian. Si për ne të tjerët që numri turistëve do shtohet në Shqipëri dhe do kemi mundësi ekonomike më të mira, si për siguracionet shëndetësore, si për sigurimet në punë, si për pensionet. Vota e 11 majit është një votë shumë e rëndësishme për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Puna këmbgulëse e Partisë Socialiste drejt mandatit 4 është një punë e një partie që mendon për vendin e vet. Kudo që jeni, kudo që punoni, do keni jo një deputet, do keni një shok. Do keni një mik, do keni një njeri që do t'ju zgjidhë hallin gjithmonë brenda rregullat. Në fjalën e tij, kandidati nënvizoi edhe rolin e Partisë Socialiste si forca më progresiste në vend, duke i quajtur 11 maj një datë vendimtare për të ardhmen europiane të Shqipërisë.